Vlen nuk ka takat për t'i bërë kërkesa VMRO DPM-s, tha Ali Ahmeti nga një tubim zgjedhor në Saraj. Ahmeti tha se nga 26 pikat të platformës, Vlen nuk ka mundur të realizoj asnjë me që kanë hyrë në qeveri si humbës. Dhe dele dhe thua tani, jo këta nuk i kam bërë, sepse kam bërë një 20 kërkesa tjera unë i kam bërë. Kush janë ata 20? Në mjegull? Hava? Kush i lexon ata? Kush i bën ata? Do thot, kanë ndryshuar programin, te fillova, nga e thona në të bërë është një det i tërë. Dhe nuk turprohen fare, nuk turprohen. Kjo është për keqardhje dhe nuk duhet ju përsëritet shqiptarëve kjo punë. Ahmeti madje tha se nuk është mirë për ardhmërinë e shtetit dhe për maqedonasit që t'u mohojnë të drejtat shqiptarëve, duke marrë shembull Jugosllavinë se çka i ndodhi kur filloi të mohojë të drejtat e etnive që jetonin aty. Vëllezër, motra, nuk është mirë për shtetin kjo që ndodh. Nuk është mirë për komunitetin Maqedonas kjo që ndodh. Se gjërat pa nga pak rënohen. Themelet nga një gur për ja hët që shkatrohet. Të fillosh të prekish marrëveshjen e Ohrit. Gju, përfaqësim drejt, është suspendimi i autonomisë Kosovës 1989 që e bëri Miloševiqi. Kjo nuk duhet i ndodhë vendit tonë. Nga ana tjetër, nga Vlen thonë se për 24 muaj në qeveri po i realizojnë punët dhe projektet që BDI nuk arriti t'i bëjë për 24 vjet. U bën 2 vjet nga dita kur morën përgjegjësinë për të dëshmuar se politika mund të jetë në shërbim të qytetarëve e jo të grupeve të ngushta të interesit. Për 24 vjet shqiptarët dëgjuan veç premtime, për 24 muaj shqiptarët po veç punë dhe ndryshime. Pretendojmë me krenari se kemi ndryshuar logjikën e qeverisjes, nga politika e premtimeve te politika e rezultateve, nga propaganda te puna, nga privilegjet të shtetit që shërben qytetarëve. Për 24 vjet pritëm ndryshimin, për 24 muaj dëshmojmë se ndryshimi është i mundur dhe morëm hisën tonë që na takon, dhe ky është vetëm fillimi. Megjithatë, pavarësisht mburjes së partive, qytetarët vazhdojnë të kenë probleme esenciale, siç është ekonomia, birokracia, shërbimi i dobët mjekësor, migrimi dhe shumë të tjera.